Drejtoria e Vlorës në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit finalizuan operacionin policor të koduar rrjete duke bërë të mundur kapjen e 2 personave të shumë kërkuar për mashtrim kompjuterik përmes skemave të call centerave. Operacioni u zhvillua në mesditën e kësaj të premteje në zonën e Drimadës, ku u vu në pranga shtetasit GP 29 vjeç dhe XH 31 vjeç. Ndaj tyre gjykata e Tiranës kishte caktuar masën arrest me burg për veprën penale mashtrimi kompjuterik përkatësisht me vendimet e datave 13 dhe 30 prill. Gjatë kontrollit të ushtruar në vilën ku qëndronin të dyshuarit, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një armëzjarri pistolet dhe një sasi lëndë narkotike dyshuar si kanabis sativa. Në të njëjtën kohë, gjatë operacionit u arrestua në flagrancë edhe 28 vjeçari me iniciale RR, banues në Tiranë, i cili akuzohet për përkraje e autorit të krimit. Materialet procedurale mbi këtë rast i kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore.